Politika dhe ekspertë të sistemit të drejtësisë janë në një mendje. Kushtetuta e Shqipërisë duhet ndryshuar, por ajo që ndan qëndrimet e tyre është fakti se sa e thellë duhet të jetë reforma kushtetuese, nëse ligji themeltar i shtetit duhet bërë nga e para apo duhet rishikuar vetëm një pjesë e tij. Partitë politike të rëndësishme të këtij vendi, Kushtetutën e kanë konsideruar instrument politik për arritjen e qëllimeve objektivave politike. Ne duhet modifikojmë sjelljen kushtetuese. Ky duhet jetë qëllim, besoj unë. Nëse për të modifikuar sjelljen kushtetuese duhet të ndryshohet kushtetuta, që ajo të imponoj sjellje të re kushtetuese, atëherë çdo amendament është i mirëpritur. Çdo amendament tjetër, formulë teknike për të zëvendësuar një formulë teknike që ka dështuar në mënyrë eklatante për shkak se i është nështruar interesave politike të palëve, nuk do të na çojë shumë përpara. Degenerimi i institucioneve që kemi pretenduar që do të ishin demokratike këtu e 18 vjet përpara, domethënë ka mbrit në një shkallë të tillë sa që nuk mund të arnohet. Ky është një divan i vjetër. Ky s'ka më sus asgjë, e kupto. Unë them që të bëjmë një tri. Dhe kushtetuta re do bim dakord tash. Do kemi sistemin një kameral, a do kemi me senat, brava, se kjo është një temë e madhe. Se këtu është bëjë që çdo 2 muaj shkoka i ligj gjykatë kushtetuese. Dhe gjykata kushtetuese praktikisht ka zëvendësuar senatin. Ndryshimet nuk duhet të jenë radikale. Kushtetuta nuk është pamflet, është dokument serioz dhe nuk duhet të ndryshojë çdo 20 vjet. Madje nuk bëhet as nga njerëz do si do, nga rruga, por bëhet nga specialistët më të mirë. Pa ndërhyrë në kushtetutë është e vështirë të bëhen reforma serioze, si në drejtësi ashtu dhe në drejtimet të tjera. Kjo punë duhet filluar menjëherë. Ndërhyrja në kushtetutë kërkon 93 vota dhe është padyshim një gur prove për vullnetin e palëve politike. Ndërhyrjen më të fortë kushtetuta e pësoi në prill të 2008-s, por ajo u ndryshua edhe në vitin 2007 për shtimin e numrit të anëtarëve të KQZ-s dhe mandatin e drejtuesve lokal dhe në 2012 për kufizimin e imunitetit të zyrtarëve të lartë.